Pas përplasjeve të forta fizike mes banorëve të Baksirollit dhe punonjësve të sigurisë në zonë, ka reaguar policia e Shkodrës. Janë arrestuar 2 shtetas, 15 janë shpallur në kërkim, ndërsa 7 të tjerë në procedurën e gjatë të lirë. Në njoftim bëhet me dije se specialist për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj arrestuan shtetasit 51 vjeç dhe T.Sh. 45 vjeç, të 2 banues në fshatin Baksiroll për rreth penale, shkatrimi pronës, kundërshtimi punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik dhe plagosja rënd me dashje, pasi të 2 shtetas në bashkëpunim dhe me shtetas të tjerë kanë organizuar një protestë të dhunshme duke goditur në detyrë punonjës një kompanie sigurie duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Gjithashtu kanë dëmtuar rënd disa makineri të kompanisë private subjektit, e cila po ndërton një kompleks turistik me leje përkatëse. Dëmi në makineri është konsiderueshëm me pasojë të rënda, ndërsa punonjësi i sigurisë ka pësuar dëmtime të rënda. U referu më tard në prokuroriku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit LK 32 vjeçë, banuesin e fshatin Ivanaj, AN 33 vjeç, banues në fshatin Gomsiqe, DN 27 vjeç, banues në fshatin Gomsiqe, NM 7 vjeç, banues në fshatin Gomsiqe, ZSH 54 vjeç, banues në Velipoj, ZM 33 vjeç, banues në fshatin Rjoll, PM 69 vjeç, banues në fshatin Rjoll, për rreth penale, shkatrimi pronës dhe kundërshtimi punonjës që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik. Shpallën në kërkim shtetasit AM 30 vjeç, banues në fshatin Baksirioll, AM 20 vjeç, banues në fshatin Baksirioll, DSH 20 vjeç, banues në fshatin Pulaj, GP 60 vjeç, banues në fshatin Torovic, LK 39 vjeç, banues në fshatin Torovic, MK 32 vjeç, banues në fshatin Torovic, PM 30 vjeç, banues në fshatin Baksirioll, SK 24 vjeç, banues në fshatin Torovic, NK 35 vjeç, banues në fshatin Torovic, PK 27 vjeç, banues në fshatin Luarz, AZ 31 vjeç, banues në fshatin Isho Shëngjin, AP 46 vjeç, banues në fshatin Torovic, SSH 52 vjeç, banues në fshatin Pulaj, SK 19 vjeç, banues në fshatin Torovic dhe GP 55 vjeç, banues në fshatin Baksirioll për veprë penale, shkatrimi pronës dhe kundërshtimi punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik.